Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Falenderimet qofshin për Allahun, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, paqja, mirësia dhe begatitë të madhe Allah qofshin mbi vulin e profetëve Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarta të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, duke lutur Zotin xhel xhelalu që të gjithëve të na bëjë prej tyre. Sot do të ndalemi me një personazh tepër spikatur, një personazh tepër të rëndësishëm, një personazh i cili ka rolin e tij kyç në përcjelljen e jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. S'ka si të mos jetë e tillë, ndërkohë që ajo ka qenë dhe kujdestarja e profetit Muhammed alaihi salatu wasalam, pikërisht me Ummu Ayman al-Habashiyya. Ummu Ayman al-Habashiyya do të jetë shërbëtore e babait të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Abdullahit. Kur Abdullahu, babai i profetit alayhi salam, ndroi jetë, atij i la, pra foshnjës të palindur akoma, i la në pronësi 5 deve, një tufë me dele, një shpatë dhe pikërisht këtë shërbëtoren që është Ummu Ayman, etiopiane, pra nga Etiopia e sotme ose Abisinia e dikurshme. Ummu Ayman, roli i saj do të jetë tepër i dukshëm në edukimin e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam, pikërisht në çastin kur atij do t'i ndrojë jetë nëna e tij, Amina binti Wahb. Në udhëtimin që nëna e tij do të marrë në vizitën e saj në Medinën, ku ai do të instalohej si një profet, si një mbret, si një udhëzues, si një busull për mbar botën, në shoqërinë e saj do të jetë dhe Ummu Ayman, ose shërbëtorja e saj. Dhe do të jetë pikërisht ajo e cila ne i tregon këto ngjarje. Pra nëse ka diçka në jetën e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam që përcillet qoftë në vegjëlinë e tij, qoftë në rininë e tij, është pikërisht sahabia e nderuar Ummu Ayman e cila na përcjell, edhe rastin kur të dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam i ndroi jetë nëna, apo kur i ndroi jetë dhe gjyshi, ku profeti alayhi salatu wasalam kur ka vizituar Medinën ose kur emigroi drejt Medinës tha: "Këtu më ka ndruar nëna jetë, ndërsa këtu e kam të varrosur babain. Ky është pusi nga i cili pi ujë", pra duke përshkruar udhëtimin të cilin e bëri në vegjëlinë e tij bashkë me Ummu Ayman. Dhe kur e pyetën nëse e mban mend Abdul Muttalibin, gjyshin e tij, i cili kishte një rol fisnik në edukimin e këtij të fundit të profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, ai tha: "Me patjetër, un kam qenë 8 vjeç aso kohë", ndërsa Ummu Ayman na e përshkruan dhe thot kur ka ndruar jetë Abdul Muttalibi, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam u mbështet tek krevati i tij, pra tek balli i krevatit, dhe qante. Kaluan vitet dhe Ummu Ayman, e cila ishte nën shoqërinë e dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam dhe në shërbimin e tij njëkohësisht, pra shoqëron të dërguarin e Zotit edhe në çastin kur ai do të martohet me zonjën e nderuar Khadijën radhiyallahu anha. Dhe kur martohet me Khadijën, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam i jep lirinë asaj, duke parë dhe ajo jetën e saj, pra duke u martuar, martesë për së cilës Ummu Ayman do të kishte një djalë, emri i cili do të ishte Ayman. Do të jetë nëna e një dëshmori, sepse ky do t'ia mundsojë Allahu subhanahu wa taala që të jetë prej dëshmorëve në betejën e Hunenit. Ummu Ayman do të jetë ndër të parat që do të bëhet muslimane. E kishte njohur të dërguarin e Zotit alayhi salatu wasalam që në vegjëlinë e tij, e kishte njohur si djalë të ri, e kishte njohur si burr të matur, dhe vjen çasti që e njeh dhe si profet i Zotit. Me pranimin e Islamit, ku ajo kishte vetëm një djalë, tham, gjëja e parë që do t'i ndodhi kësaj zonje të nderuar është që burri do ta lëshojë, pra do ta divorcojë, do të përballet me vuajtjet dhe sakrificat e para, duke qenë domethënë tashmë një femër divorcuar. Mirë, po shumë shpejt i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, i cili e kishte Ummu Aymanin si një nën të dytë, si një zonjë që i detyrohej gjatë jetës së saj, pra i detyrohej respekt, i detyrohej dhe shërbim, pra një detyrim moral ky i fundit. Do e martonte Ummu Ayman, pra do propozonte që ajo të martohej me një shërbëtorin e tij që i shbër dhurat nga zonja e nderuar Khadija radhiyallahu anha, zotriu i nderuar Zeid bin Haritha, ose ai që është quajtur ndryshe i dashur i profetit alayhi salatu wasalam, sepse ai kishte shumë për zemër një person të tillë. Martesë për të cilës do të kenë
zotërinë e Islamit një prej komandantëve të tij flamurtar, Usama ibn Zeid. Ummu Ejmen do të jetë prej atyre të cilat do të emigrojnë edhe në drejtim të Medinës, pra do të ketë edhe nderin që të fitojë sevapin e emigrimit të saj drejt Medinës së Profetit alayhi salatu wassalam. E instaluar në Medinë bashkë me bashkëshortin e saj Zeidin dhe me Usama ibn Zeid, me djalin e saj dhe me Ejmenin, në të njëjtën kohë pra djalin e saj tjetrin, Ummu Ejmen do të vihet sërish në shërbim të fesë, në shërbim të vatanit, në shërbim të Profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam kishte një konsiderat tepër të veçantë për këtë zonjë. Ai sa e vizitonte shpesh dhe vizitonte vazhdimisht, pra midis tyre kishte një jetë që ishte tepër normale, pra sepse ishte edukatorja dhe ishte njeriu që u kujdes gjatë jetës së saj për edukimin e Profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Kishte vizita të vazhdueshme, ai sa tregon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu dhe thot, një ditë prej ditësh shkuam bashkë me Profetin Muhammed alayhi salatu wassalam tek Ummu Ejmen. Dhe kur e vizituam atë, ajo kishte gatuar diçka, mirë po Profeti alayhi salatu wassalam thot nuk e di nëse nuk e preferonte, pra nuk e donte atë ushqim apo ishte agjërueshëm, ndërsa Ummu Ejmen që i thonte, haje, ushqeu, merre dhe haje, pra konsumoje një ushqim të tillë. Kjo nëse tregon për diçka, tregon se sa fort ishte lidhur me dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam. Ishte një zonjë e cila kontriboi gjatë gjithë jetës së saj. Kontriboi, mori pjesë madje edhe në luftrat e ndryshme ku Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam merrte pjesë, duke kontribuar në shërimin apo në kurimin e të plagosurve, duke kontribuar në sigurimin e ujit për ata të cilët merrnin pjesë në këto betejë, ajse në betejën e Uhudit, kjo zonjë nderuar do të plagoset. Dhe personi i cili do ta plagos, Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, do t'i kërkojë njërit prej sahabëve të tij që ta qëllonte pra nga larg, sepse ishte lufta nëpërmjet shigjetave, dhe i thot, pra kur e godet, i thot Allahu subhanahu wa taala ta mori hakun o Ummu Ejmen. Ajo gëzonte një dashuri të veçantë për fenë e Allahut subhanahu wa taala, por në të njëjtën kohë dhe për dëshmin ose të rëndit dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj në betejën e Mu'tes, ku ajo do të humbte bashkëshortin e saj Zeidin, do ta humbte në këtë dynja me shpresën tek i Madhi Zot për ta fituar në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus, si një zotëri i vërtet, si një person hibbu Rasulillah, i dashur i Profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu dhe djali i tij, po ashtu dhe familja e tij. Do të duronte, do të bënte durim, do të sakrifikonte, madje duke ushqyer djalin e saj Usamën me një dashuri për të rënë dëshmor në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Në betejën e Khayberit ajo do të ishte pjesëmarrëse në këtë betejë, madje do të kritikonte edhe djalin e saj, Ejmenin, i cili nuk mori pjesë, ndërkohë që ishte ndërkalorësit e Profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe arsyeja se pse nuk mori pjesë ky zotëni i nderuar në këtë betejë do të ishte se kali i tij do të sëmurë dhe do të ngorte, pra nuk kishte kal për të marrë pjesë në këto betejë. Në betejën e Uhudit ka treguar mençurinë, ka treguar një gatishmëri tepër të veçantë për fenë Allahu subhanahu wa taala. Ai sa tregohet se pasi përfundoi betejë, harktarët të cilët u larguan nga vendi ku i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam i kishte porositur që të mos largohen prej aty, Ummu Ejmen, pas një lajmi të rrem që u përhapse i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam është vrarë, nisi të kritikonte harktarët, pra duke qenë pranë me të dërguarin e Zotit alayhi salatu wasalam, nisi të kritikonte këto harktar dhe duke u thënë, mi jepni armët tuaja dhe merrni këto shtizat me të cilat thurën triko apo çorape, se për këto punë jeni ju, thotë, dhe ka vazhduar të thojë diçka të tillë derisa dëgjon që i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam është gjallë. Në ato që njihet ndryshe si sprova e madhe e shpifjes ndaj bashkëshortës së Profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, ajo do të ketë një rol tepër të madh, një rol tepër edukativ që tregon dhe për devotshmërinë e saj. E pyet Profeti sallallahu alaihi wasallam për Aishën radhiyallahu anha, pasi kjo zonjë nderuar që ndronte në shtëpitë e Profetit Muhammed alayhi salatu wasalam dhe ishte tepër e lidhur me familjarët e tij dhe me njerëz të cilët e rrethonin. E pyet rreth saj dhe thot, vallahi, thot, nuk kam parë ndonjë të keqe prej saj kurrë. Pra tregoi devotshmërinë e saj, ishte e gatshme të flijonte veten e saj për dërguarin e Zotit alayhi salatu wasalam, por mbi të gjitha dashurinë që kishte për Allahun subhanahu wa taala e përkthente në drejtësi.
Në betejën e Hunejnit, aty ku Zoti xhel xhelalu ka përshkruar që juve ju mashtroi numri i juaj i madh, pra dhe harrut se ndihma vjen prej Allahut xhel xhelalu, Ummu Ejmen do të ishte një prej atyre grave e cila do të merrte pjesë në këtë luftë. Mirë po ishte e sprovuar prej Allahut subhanahu wa taala, pasi i mbahej goja. Pra nuk ishte e rrjedhshme në të folurën e saj, por duke qenë dhe e huaj, pra pasi nuk ishte arabe, ajo nuk e zotronte dhe arabishtën, e kuptonte shumë mirë arabishtën patjetër, por në të folurën, shqiptimin e arabishtës, pra nuk ishte tepër e saktë. Dhe aty ku profeti sallallahu alaihi wasallam ngrihet dhe kërkon që të mblidhen në rreth tij ata të cilët po largohenin, Ummu Ejmen ngrihet duke bërtitur më të madhe dhe duke thënë: "Ky është profeti Muhammed alayhi salam, sabbata Allahu aqdamakum." Sabbata është diçka tjetër, ndërkohë që ajo dëshironte të thonte thabbata, Zoti ju forcoft këmbët e juaja, pra kthehuni ju forcoft Allahu subhanahu wa taala. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, i cili pusqeshte edhe në ato çaste të vështira ku bëhej fjalë për një disfat, buzëqeshte dhe i thonte: "O Ummu Ejmen, të kam thënë që ty të mbahet goja, ndaj largohu domethënë nga thirrja të tjerëve, Allahu të forcoft o Ummu Ejmen." Vjen çasti kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam largohet nga jeta e kësaj bote. Mirë po në ato çaste, para se ai të sëmuri dhe të ndronte jetë, kishte vendosur që djalin e saj, Usama ibn Zeid, ta emëronte komandant të ushtrisë e cila do të drejtohej në drejtim të Shamit. Komandant i një ushtrie në brendësi të së cilës do të ishte dhe Abu Bekri dhe Umeri radhiyallahu anhu. Dhe folën disa prej tyre rreth të qenit komandant të Usama ibn Zeid, por profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse ju flisni për qenit e tij komandant, pra që nuk është i aftë për qenë i tillë, dijeni si ju keni folur për komandën që i kam dhënë më parë babait të tij Zeidit, i cili vdisi dëshmor, vdisi një trim i vërtet dhe i guximshëm në fushën e luftës." Në këtë çast, Ummu Ejmen shpreh dhe një herë tjetër vigjilencën dhe mençurinë që ajo zotronte duke i thënë djalit të saj Usamas: "O Usama, mos u largo se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shumë i smur." Dhe duke qenë se ishte në shtëpinë e dërguarit Zotit alaihi salatu wasalam, shkonte vazhdimisht për ndonjë nevojë që ata mund të kishin, i thotë i dërguari i Zotit: "Sikur ti kish thënë Usames që të qëndronte derisa ti të bëhej e mirë." Pra pasi ta marrësh veten, sepse kjo do të ndikonte negativisht tek të tjerët. Mirë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i drejtohet duke i thënë: "Le të vazhdoj Usama." Thotë dhe kur mori rrugën, pra që Usama kërkoi të niset nga Medine, aty ku u largua disa kilometra prej saj, Ummu Ejmen i dërgon fjalë të birit duke i thënë: "Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam është në agoni të vdekjes, ndaj duro." Dhe ashtu ndodhi. Qëndroi, ndron jetë profeti Muhammed alayhi salatu wasalam dhe Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu anhu do ta çojnë në vend amanetin e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, duke e drejtuar këtë ushtri pikërisht me një komandant të ri në moshë, por tepër të pjekur në aftësitë komanduese që ai kishte dhe drejtuese që ai kishte për të ndërmarrë një luftë. Ummu Ejmen është shuar në mesin e dietarëve të Islamit krahas të qenit një transmetues e historisë dhe jetës së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, që janë borxhli akademikët e jetës së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, por është shuar dhe një poete e cila ka cituar vargje të ndryshme dhe poezi të ndryshme për profetin alayhi salam, për jetën deri dhe për vdekjen e tij. Dhe kanë folur dietarët, transmetuesit e historisë apo specialistët e historisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe kanë thënë, dhe kjo ka qenë një prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala, që edhe pse i mbahej goja, edhe pse ishte e tillë që nuk shqiptonte disa prej shkronjave të arabishtes, që i ka thënë këto poezi, pra i ka thënë me saktësinë më të madhe. Ndron jetë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu i thot Umerit radhiyallahu anhu: "O Umer, të kishim shkuar dhe ta kishim vizituar Ummu Ejmenin ashtu sikurse vepronte i dërguari i Zotit, për mos më lënë një boshlik. E ai është një boshlik i madh të cilin nuk mund ta kompletojë askush tjetër, por të paktën të hecim gjurmëve në të cilat este i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam." Dhe kur shkuan tek Ummu Ejmen nisi të qante. Kur e pyetën se pse, kjo zonjë nderuar me mençurinë dhe urtësinë më të madhe tha një fjalë të madhe. Tha: "Unë nuk qaj se profeti sallallahu alaihi wasallam vdiq,
se e di se ai është larguar drejt një vendi më të mirë nga ky në të cilin ishte, por unë qaj se ne na u shkëput shpallja e cila vinte prej qiellit. Tashmë pra çdo gjë duhet mbledhim forcat tona, duhet jemi tepër të matur, tepër të butë dhe tepër të mençur për të menaxhuar situatat në të cilat ne jemi. Ndaj dhe qaj fjalë e cila bëri Omerin dhe Ebu Bekrin radhiyallahu anhu të qanin dhe ato bashkë me të. Ummu Ejmen do të largohet nga jeta e kësaj bote me dy versione të ndryshme. Kemi një version dhe ky është një Imam Dhahabiut, historianit të shuar, ku thotë që Ummu Ejmen ka ndruar jetë plot 5 muaj pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërsa një version i dytë i cili thotë se ka ndruar jetë vite pas vdekjes së profetit Muhammed alaihi salatu wasalam në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, cila do qoftë dita e vdekjes së saj. Pas në la një shembull të madh që një njeri qoftë i vogël në konsideratën tonë tek Allahu mund të vlejë shumë, dhe një njeri qoftë dhe pa reputacion apo autoritetin e duhur në shoqëri, ai mund të kontribojë shumë. Ti mund të kontribosh shumë, unë mund të kontriboj shumë, kushdo mund të kontribojë shumë në atë të paktën të cilën arrin të sakrifikojë. E lutim Zotin xhel xhelalu që personazhin të cilin e përmendëm Ummu Ejmen ta ketë kapluar me mëshirën e tij të gjerë dhe të jetë i kënaqur prej saj me mbar sahabët, me tabiinët dhe me ne mbar, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na mundsojë të ecim hapave të tyre, të ndjekim dhe të kemi modele në jetën tonë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.